Për sot do bëjmë kos frutash. Me lule shtrydhje, kumbull, dardh, moll, banane, pishk, blueberry. Kemi marrë 7 lloje frutash, kemi marrë kos edhe sheqer. Mënyrat e bërjes së kosit të frutave. Do marrim në fillim, do i qirojmë të gjitha frutat, do t'i presim në pjesë të vogla, do t'i kalojmë në avull, një pjesë do e shtypim në formë pureje dhe një pjesë do e lëm pjesë të vogla, do t'i hedhim për kavanoza të vegjël, do zgjim qumshin, do t'u hedhim nga pak sheqer, do përzim puren, pjesët edhe qumshin në përvazo, do i mbulojmë të gjitha, do i lëm për rreth 3 orë të mbuluara, pasandaj do i zbulojmë, do i lëm në frigorifer dhe do t'i konsumojmë. Të gjitha procedura do t'i shohim përsëri një nga një. I kemi grirë të 7 llojet e frutave në pjesë të vogla, tani i kalojmë një nga një në avull, duke filluar me mollën, e cila na tjetërsohet ngjyra, me bananën, me dardhën dhe me të tjerat me radhë. Marrim dhe i vendosim në avull, duke vënë tenxhere me ujë edhe një kullor së sipër me frutat. Fillojmë me mollën. Ndërkohë që bëhen frutat në avull, vëmë të zjej edhe qumshi. Qumshi u zje, e marrim, e heqim dhe lëm të ftohet deri në temperaturën që duron gishti. Tani molla e ka përfunduar avullin, tani vendosim bananet në avull. Tani molla e ka përfunduar zjerjen në avull, një pjesë të frutave të prera të mollës e hedhim në fund të vazos, pjesën tjetër e shtypim me anë të pirunit duke bërë pure. Kemi përfunduar me bananen, ka përfunduar avullin, e hedhim në një pjatë. Ne kështu vazhdojmë me të gjitha llojet e frutave derisa të kemi përfunduar së bëri në avull. Vazhdojmë hedhim dardhën. Kemi marrë 7 kavanoza të vegjël. Dhe në të 7 kavanozat do hedhim frutat, puren e frutave, nga pak sheqer dhe në fund do hedhim qumshtin të përzirë me kos. Tani fillojmë shtypim frutat një nga një. Kemi marrë një kavanoz të vogël, kemi hedhur pak fruta të kaluara në avull dhe të grira. Tani pjesën tjetër e marrim dhe e shtypim me pirua duke bërë pure. Dhe të gjithë masën e pures e hedhim ke kavanozi. Fillojmë me mollën. Marrim pak pjesë nga molla, aq sa të mbulojmë fundin e vazos, dhe pjesën tjetër e marrim edhe e shtypim në formë pureje. Tani që kemi shtypur mirë mollën, puren e kalojmë në vazo e mollës. Tani që kemi kaluar puren në vazo e mollës, i hedhim edhe një lugë çaj me sheqer në fund. Në këtë mënyrë vazhdojmë me radhë me të gjitha frutat. I kemi përfunduar se hedhur frutat edhe puren që shtypëm me ndihmën e pirunit. I kemi hedhur në vazo, ju kemi hedhur nga një lugë sheqer dhe me lëngun e avullit të frutave mund të bëjmë një komposto shumë të mirë duke i hedhur pak sheqer. Tani përgatisim faren e kosit. Tani që kemi përfunduar se hedhurit të gjitha frutat në avull nëpër vazo,
Në për këto kupa kemi hedhur nga pak fruta të freskëta, të pakaluar në avull, të cilat do t'i hedhim nga sipër kur të përfundojmë se hedhur i qumshin dhe kosin, edhe për t'u dalluar vazot cilat janë, por mundet t'u ngjitin vazove dhe nga një letër dhe t'i shkruajnë. Unë preferova t'i bëj sot kështu. Tani do përgatisim kosin për t'ja hedhur frutave sipër. Marrim një lugë kos, e rafim me nximin e një luge. Tani qumshti është ftohur aq sa na duron gishti, i hedhim 2 lugë qumësh kosit që rafëm. E përziejmë të gjithin dhe tani marrim qumshin dhe kalojmë nëpër të gjitha vazot me kujdes. Në këtë mënyrë e hedhim të gjithë qumshin nëpër të gjitha vazat. Edhim edhe nga një lugë kos të olluar me qumësh. Dhe e përziejmë me të gjithë frutat, edhe qumshin. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha derisa të kemi përfunduar. Që kemi hedhur edhe kosin me qumshin, i hedhim frutat një nga një. Fillojmë me mollën. Edhe mbyllim vazot me bananen. Bylle shtrydhjen. Pjeshkën. Blueberry, kumbullën, edhe dardhën. Kemi marrë një pecet edhe i mbledhim vazat e kosit. Dhe i lem për 3 orë. Tani që ka kaluar 3 orë, e hapim kosin e frutave. Shikoni sa mirë është zënë kosi i frutave. Tani, siç janë të gjitha vazot, i marrim edhe i fusim në frigorifer dhe i kemi gati për të konsumuar. I kemi nxjerrë nga frigoriferi koset e frutave. Tani i konsumojmë. Kemi bërë 7 lloj kose frutash për 7 ditë e javës nga një kos frutash. Këto mund t'i bëjmë edhe më thjesht, duke zjerë vetëm në avull frutat dhe duke hedhur disa fruta përsipër. Do mundohemi të bëjmë edhe mënyrën e dytë. Kjo ishte kosi i frutave për sot. Ju bëf të mirë. I kemi coptuar frutat, blueberry e kemi lënë siç është kokër. Tani bëjmë avullin e të gjitha frutave. Gazer e lëm të ftohet. Tani kemi vënë
Kemi vënë një xhezve që të zjej, i kalojmë frutat në avull, një nga një. Fillova me dardhën. Dhe një kapak sipër që të përfitojmë avullin. Dhe të na zbuten frutat. Kemi bërë gati 4 vaza të vogla, tani e hedhim dardhën te vazo e parë. Dhe i hedhim pak sheqer që të na ëmbëlsohet. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha frutat duke i kaluar në avull, duke i hedhur në vaza dhe duke i hedhur nga pak sheqer. I kemi bërë gati të gjitha asortimentet, i kemi kaluar në avull të 4 llojet e frutave, kemi marrë kosin. E përzihem mirë. I hedhim edhe pak qumësh. Që të na zbutet e thartia e kosit. Dhe tani marrim qumshin edhe hedhim tek të gjitha vazat me radhë. Hedhim ke lëngshtrydhja. Ke dardha. Ke banania. Dhe ke blueberry. Tani ju hedhim të gjithave nga një lugë kose dhe qumësh. Luga është lugë kafe. I përzihem të 4. Tani ju hedhim edhe disa fruta nga sipër. Dhe mbyllim të gjitha hermetikisht. Hedhim edhe dardhat. Hedhim dhe bananet. Hedhim dhe blueberry. Tani të 4 vazat marrim dhe i mbledhim dhe i lëm për 3 orë të mbuluar. I ka kaluar 3 orë nga mbulimi i kosit, e zbulojmë. Dhe kosi është zënë për bukuri. Tani e marrim kosin e frutave dhe e vendosim në frigorifer